Përshëndetje të nderuar ndjekës të dashur, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pak ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë për këngën më të re që Gjesti po sjellën në skenë, Veç Nreshu. Veç Nreshu, Veshu Nreshu, sido që merreni, është kënga më e bukur që do të pushtoj zemrat e të gjithë shqiptarëve në verën që po na pret përpara. Duke që është një këngë që do të ndez diskotekat, Gjesti po punon me shumë intensitet dhe sipas të gjitha ulumtimeve që ne bëm, siguruam ditën e djeshme që klipi po xhiroheshte në Vjenë të Austrisë, në një ndër muzeet më të bukura që Austria ka. Gjesti dita ditës po publikon sekuenca nga klipi me veshjen e tij që tashmë më mësuar ta shohim, domethënë me shumë ngjyra, xhinse interesante, të shkurtëra deri tek gjunjët, atlete shumë të mëdha me ngjyra, maicë me ngjyra, ruaza në përfyt, byzilik të ndryshëm që karakterizojnë natyrën e Gjestit. Unë e kam thënë dhe në ditën e djeshme, dua të jem koherent me atë që do të them tani. Gjesti është miksi vetëm i artistëve shqiptar që ndërlidhen zërin, natyrën, karakterin, pamjen, veshjen me identitetin e tij. Do me thënë, është ky çuni që njihet për gjestet e tija, që njihet për vogëlsinë shpirtërore që e ka, do me thënë një fëmijë vogël brenda në shpirt, por me një energji shumë të madhe. Energjia nuk i mungon kur, edhe pse po punon me shumë intensitet që pas përfundimit të Big Brotherit, do me thënë 7 muaj izolim, psikologjikisht shumë i lodhur, duke luftuar me një lojë shumë të rëndë, duke u munduar që të jetë më në fokus për të arritur qëllimin e tij, do me thënë ai e vuri qëllim që do fitonte këtë Big Brother dhe i arriti këtij qëllimit, ka pas një strategji shumë të fortë dhe nëpërmjet kësaj strategjie arriti që të hyjë në zemrën e gjithë publikut shqiptar. Dhe kjo energjia vazhdon edhe jashtë Big Brotherit. Gjesti nuk i ka humbur kot 2 ditë në Austri, këto 2 ditët e lira ai ka përzgjedhur që të xhiroj videoklipin, do me thënë është punuar shumë, produksioni me të cilin Gjesti dhe shtëpia në të cilën Gjesti ka vënë kontratën e punës është 360 Music, që menaxhon dhe Ylli Limanin, që menaxhon Dhurata Dorën e disa artistë të tjerë, Bonarti, dhe mbi të gjitha ka dhe menaxher kryesor që është Top Channel-i që e ndjekën pa fund drejt suksesit të tij, drejt karrierës së tij. Gjesti këto video i ka ndarë në TikTok dhe në Instagram, që ju aktualisht po i shikoni. Ai mundohet që dita ditës energjinë e tij ta çon tek i gjithë publiku shqiptar dhe të na tregon se sa bukur është të realizosh një ëndër. Duke qenë se ishte i fokusuar në ëndrrën e tij, nga historia e Gjestit mësuam që kishte lënë dhe shkollën, disa e paragjykuan si të pa shkollë, por Gjesti tregoi që shkolla nuk e kishte mësuar që ai të jetë njeri i devotshëm, do me thënë, mos e keq kuptoni këtë gjë, nuk jam kundër shkollës në asnjë mënyrë, por Gjestin shkolla nuk ja kishte dhënë edukata, por ja kishte dhënë sfida që i kishte fal jeta. Dhe nga sfida që i kishte fal jeta, Gjesti arriti që të jetë më i klikuari dhe më i dashuri. Kush fiton sot? Që në krahasimin e Luizit dhe të Gjestit fiton modestia. Njerëzit e cilët janë të sinqertë të vërtet dhe që janë modest. Ne shqiptarët kot plarti nuk e duam, e urejmë me shpirt, dhe kështu që prandaj ne mbështetëm dhe duartrokitëm këtë djalë, sepse ky djali me natyrën e tij të ëmbël, me pozitivitetin e tij, me dashurinë e tij, me energjinë e tij, na bëri që ta duartrokasim dhe ta duam pafund. Gjesti ka shpërndar këtë videon në rrjetin social dhe na ka treguar se së shpejti Veshu Nreshu do t'jetë kënga që do pushtoj YouTube-in dhe të gjithë vajzat besoj që do të bëjni çik video në TikTok me këto këngë duke treguar veshjet, linjat. Do të thënë Gjesti është frymëzim për të gjithë. Ne presim me shumë dashuri këngën, ne presim me shumë dashuri klipin, pjesë nga klipi u kam sjell, i keni parë, do të thënë jeni të informuar me atë se çfarë po ndodhen rreth jetës së Gjestit.